Në hijen e hetimeve ndërkombëtare dhe skandaleve që kanë përfshirë Katrigën, kompaninë MØM në Hungari, një rrjet i tërë lidhjesh okulte dhe interesash të ndërthurura mes One Albania dhe strukturave të Bashkisë së Tiranës ka dalë në dritë duke zbuluar një skem komplekse të ndarjes së fondeve publike, tenderave të dyshim dhe favoreve të ndërsjella institucionale. Në qendër të kësaj skeme të errët që meriton një hetim të thellë nga organet e drejtësisë qëndron vendosja e emrit të një rruge në kryeqytet në janar të vitit 2024. E cila u pagëzua me emrin Istvan Shuc në nder të një albanologu hungarez. Prapa këtij vendimi fshihet një mekanizëm interesash pasi i biri albanologut Gregori Shuc është emëruar si drejtor në kompaninë One duke u bërë njeriu që kontrollon dhe shpërndan buxhetet masive të reklamave. Këto fonde miliona euroshe derdhen direkt në xhepat e kompanisë Google, e cila zotërohet nga Arbër Veliaj, vëllai i kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj. Kështu krijohet një lidhje e qartë përfitimi, ku One e shpërblen vëllain e kryebashkiakut me rreth 5 milion euro në vit si partner kryesor mediatik, ndërsa nga ana tjetër Erion Veliaj shpërblen drejtorin hungarez duke i vënë emrin e babait të tij, një rrugë në Tiranë. Kjo simbiozë e rrezikshme mes korporatës së telekomunikacionit dhe pushtetit vendor nuk ndalet vetëm te fushatat e marketingut dhe nderimet urbane, por shtërjet hapur te parat publike dhe tendrat e dyshimt. Në 20 shtator të 2024-s, One Albania rezulton të jetë shpallur fituese e tenderit organizuar nga Bashkia e Tiranës me objekt shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data, me një vlerë prej 68.774.075 lekësh. Shumë kjo pranë fondit limit prej 74.398.398 lekësh. Ajo çka e bën këtë garë më të errët është fakti se në platformën Open Data ky tender shfaqet me flamur të kuq për shkak të skualifikimit sistematik të gjithë operatorëve të tjerë konkurrues, duke ngritur dyshime të forta për një garë të paracaktuar. Po ashtu CNA më herët ka zbardhur vendimin e GKK-s në lidhje me hetimet e kryera për Erion Veliajin dhe familjarët e tij. Sipas vendimit thuhet se nga komunikimet është zbuluar se Harabeli ajo Laxozës financohej nga kompania One, e cila e sponsorizonte dhe përfitonte fonde publike nga Bashkia e Tiranës. Më pas këto fonde janë përdorur për qëllime të errta politike dhe mediatike. Paratë që kalojnë nga One te kompania Arbër Veliajt shërbejnë për të financuar një rrjet të gjerë mediatik, i cili është vënë në shërbim të mbrojtjes së kryebashkiakut Erion Veliaj, i cili ndodhet pas hekurave pasi ndaj tij rëndojnë 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Në këto media shqiptare dhe ndërkombëtare të ushqyera financiarisht nga ky qarkullim i dyshim parash, janë prodhuar dhe shpërndar rregullisht sulme të ashpra të paprecedenta dhe kriminale kundër prokurorëve të SPAK-ut dhe gjyqtarëve që kanë hetuar dosjet e korrupsionit në bashki.